Mirë se erdhët në Reze Dielli. Tani është momenti që të diskutojmë temën që unë anonçova në fillim të emisionit, sepse shpeshherë në Shqipëri kemi folur për të rinj, për mënyrën se si ato ndryshojnë, se si ato komunikojnë, se si ato ndërveprojnë në mënyrë digjitale, i qasin mendimeve të ndryshme. Por nuk kemi patur deri më sot një studim të mirëfillt për këtë brez të ri, pikërisht për gjeneratën Z. Çfarë mendon dhe si komunikon kjo gjenerat? Ky studim që është bërë nga Qendra Shqipëria Europiane me mbështetjen e AMës, e dritë pikërisht për mënyrën se si të rinjt e brezit apo të gjeneratës Z komunikojnë, janë të varur nga interneti, kanë gjuhën e tyre, po krijojnë një identitet të ri gjuhësor, kulturor, dhe çfarë po ndodh pikërisht me këtë brez që ndoshta të rinjt ose të rriturit nuk arrin t'i kuptojnë. Por mbi të gjitha, hedhim dritë edhe për studimin për herë të parë të brezave që nuk i kemi studiuar deri më sot. Jam me drejtuesin e Qendrës Shqipëria Europiane, profesor doktor Ilir Yzeiri, kënaqësi që jeni këtu në Rezën tonë për herë të parë. Faleminderit Niki, edhe për mua është. Edhe drejtuesi i emisionit ADN mos e harrojmë. Si lindi ideja, profesor, për krijimin e këtij studimi? Pra, nisma e parë, çfarë ju ka shtyrë për të studiuar këtë brez? Ky studim piknisjen e ka nga AMA me zonjën Armela, unë jam në kontakt me të për shkak edhe të profesionit, edhe ajo kishte idenë për të bërë diçka për gjeneratën, për gjuhën, për internetin, dhe u ra dakord pasaj që të bëheshe ky projekt. Unë konkurova me qendrën time dhe fitova këtë projekt, dhe ishte një projekt që rrinte në fakt përsëritej disa herë aty dhe nuk ishte qasur. Ne ju qasëm dhe filluam nga puna. Dua të përmend që në këtë projekt, këtë projekt që morëm me kënaqësi shumë të madhe dhe me angazhim shumë të madh, një rol të rëndësishëm kanë luajtur disa bashkëpunëtorët e mi, ndërta është drejtuesja e Departamentit të Gjuhës në Akademinë e Shkencave Adelina Çerpja, e cila hartoi testin, dhe pastaj kolegja ime, Teuta Toska, e cila ndoqi, domethënë mori këtë test, e shpërndam në platformën Google Form, dhe pastaj realizuam disa takime në zonën e Elbasanit edhe në zonën me të rinj në zonën e Tiranës dhe të Elbasanit, duke u përgjigjur për këtij testi, dhe Teuta pastaj bëri dhe studimin në fund fare mbi bazën e të dhënave. Pra është hera e parë që ndërtohet një studim duke ju referuar përgjigjeve që kanë dhënë të rinj, pra i ndërtuar mbi përgjigjet, jo mbi teoritë. Do të më lejosh të them diçka për studimin dhe për gjeneratat në përgjithësi. Deri tani, siç e the edhe ti e dashur Niki, studimet për gjeneratat në Shqipëri kanë pasur karakter social ose ideologjik. Ne kemi përcaktuar gjeneratat si të lidhura me një periudhë historike, gjenerata brezi i luftës, brezi i punës, brezi i socializmit, brezi i socialistëve, brezi kësaj, brezi asaj, dhe në ligjërimin ton ka mbetur i shtresuar, bile ka ardhur edhe deri tek ju, brezi humbur, sepse ishte një karakterizim që, si të thuash, ishte shumë joshës për ne, dhe aq më tepër edhe me romanin e famshëm të Erich Maria Remarkut, Harku i Triumfit, një libër që u lexoheshe shumë. Brezi humbur ishte karakterizimi për atë brez i cili doli pas së luftës së parë botërore, pra midis luftrave botërore, dhe karakterizonte zhgënjimin e tjerë. Më vonë pasaj me futin e teknologjive, kur teknologjit e informacionit u bën pjesë e jetës së njeriut dhe filluan të lënë gjurmë në zhvillimin shoqëror, atëherë sociologët e vendeve perëndimore nisën t'i karakterizojnë ose t'i klasifikojnë brezat duke marrë parasysh zhvillimin e teknologjisë. Duke filluar me brezin e heshtur, Silent Brez, që ishte Silent Generation, që ishte brezi që doli pas luftës së dytë botërore. Pastaj vim tek boomerat, që janë, domethënë, brezi i boomerave, ku futet brezi im kryesisht, ose brezi i zoomerit, që i kapi, si të thuash, pjesa e parë, i kapi televizioni, domethënë brezi që karakterizohet ose që identifikoheshe me televizionin, dhe arritën edhe të prekin edhe internetin. Kurse gjenerata Z, me cilën ne u morëm, është gjenerata e cila
përfshin 14-15 vjeçarët deri tek 25 vjeçarët, është gjenerata që lindi me internetin. Domethënë, sa filloi të kuptoj botën, ose sa filloi që të kuptoj të tjerët, ajo donte internetin dhe interneti përcaktoi dhe identitetin dhe formën e këtij brezi. Dhe prandaj është shumë me interes për tu studiuar dhe për tu parë. Ndaj dhe humor pikërisht ky brez. Do doja të dija cilat janë pra gjetjet më interesante që ky studim ka sjell në këtë broshurë për brezin pra për gjeneratën Z, për mënyrën se si të rinjtë e këtij brezi përdorin internetin qasen e të dhe kanë krijuar një identitet dhe një gjuhë të re. Ne këtu në fakt kemi parë ose kemi vënë re se gjenerata Z për fat të keq e ndjen veten të izoluar, të shkëputur nga të tjerët. Nuk është e përfshirë në, si të thuar, gjeratoren e madhe publike që ka vendi. Nuk interesojnë fare problemet që ka vendi. Domethënë nuk intereson fare politika, nuk intereson problemet sociale. Ata janë të mbështjellë me guackën e tyre, rinë brenda se guackës së tyre dhe problemet që ata diskutojnë më shumë me njëri tjetrin janë probleme që nuk lidhen me anën sociale të gjërave të kështu, por që lidhen me ata individualisht. Dhe mënyra se si ata i qasen botës është mënyra gazmore. Domethënë në komunikimin e tyre për çdo gjë, si të thuash, ka një reagim, ose kur duan të diskutojnë ndonjë problem, reagimi i tyre është ironik, është me humor dhe me emoje që shprehin pikërisht këtë gjë. Emoje dhe me kodet e tyre janë gjua code switching që përmendet në tekst, sepse jo dha një sy edhe unë tekstit që ju më referuat, përdoret termi code switching, pra edhe ndërimi mes anglishtes dhe shqipes, edhe shumë emoje që të rinjt përdorin për të dhënë mendimin e tyre, për të ngacmuar dikë, për të dhënë Kolege ime Teuta Toska që ka hartuar këtë studim, ka vënë re këto, për shembull që unë do t'i përcaktojë. Fragmentarizimi i komunikimit dhe identitetit vetjak është një tipar kyçi gjeneratës Z dhe kjo pasqyron sidomos sot ajo në përdorimin e shumë platformave paralelisht. Pranim profileve vetjake në Instagram, TikTok, Snapchat. Ajo ka vënë re një gjë që Facebooku nuk është i pranishëm në këtë gjeneratë. Përdoreshe më shumë WhatsApp-in? WhatsApp-in, sepse WhatsApp-in e përdorin edhe për të zgjidhur detyrat e shkollës, përveç komunikimit me njëri tjetrin, por edhe për të zgjidhur detyrat e shkollës. Ajo që ka vënë re Teuta prap është që zhvendosja e komunikimit nga gjuha drejt vizualitetit. Komunikimi virtual me to? Domethënë me anë të këtyre, me anë të fytyre, me anë të emozheve. Pra, duke futur është problem për gjuhën, pra është një varfërim i gjuhës shqipe apo një pasurim i mënyrës së të shprehur? Si ta marrim këtë gjetje? Jo. Ne do ta pranojmë, edhe para do ta pranojmë kodin e tyre. Ata kanë krijuar një kod me cilin ata merren vesh. Dhe çdo kod, sepse gjuha është një sistem shenjash dhe është një kod. Nëse krijohet një kod i ri, ne në fillim duhet ta pranojmë atë. Por detyra jonë është që duke e pranuar këtë kod, duhet i nxisim ata që të mos harrojnë gjuhën shqipe, sepse më futen në lëndën time. Kur flisnim për shenjat, më kujtohet një debat që bëheshe. Semiologjia studion jetën e shenjave në gjithë të shoqërisë, thuhet kështu. Dhe semiologjia dhe përfshin edhe gjuhën brenda. Dhe semiologjia duket nga kjo pikpamje që është një disiplinë më e gjerë se sa gjuha shqipe, sepse përfshin shenjat, përfshin edhe gjuhën shqipe. Por Barth thoshte, është vërtet kështu, por mos harrojmë një gjë, që të gjitha shenjat e tjera shpjegohen përmes gjuhës. Pra nuk mund të themi që gjuha shqipe, që semiologjia apo semiotika është më e gjerë se sa gjuha, sepse të gjitha shenjat e tjera përveç gjuhës shpjegohen edhe me gjuhën. Prandaj është e domosdoshme që ne si të thuash, ta pranojmë të kod të tyre, por t'u kujtojmë fëmijëve tanë ose të rinjve tanë që është edhe gjuha shqipe, sepse në qoftë se ata do të harrojnë gjuhën shqipe dhe kodi i tyre do të varfërohet, do të thahet. Po, e vërtet. Sepse nuk kanë se me këta identifikojnë. Deri tani ata përdorin një ndërthurje bilinguale anglishte dhe shqipe, përveç kodeve dhe është si një lloj fjalori. Domethënë, nëse unë përdor një emoj në shqip shënon këtë, në anglisht shënon këtë, pra është një lloj fjalori. Po nëse ti fjalorit i heq njërin anë, atëherë edhe bie edhe ana tjetër, më kupton, varfërohet edhe ana tjetër nëse ti harron gjuhën. Pra, po flasim që ta pranojmë. Tjetër gjë ishte qëndrimi në internet për orë të tëra. Për orë të tëra, pastaj ligjërimi digjital që nuk është thjesht informues, por edhe ndërtuesi i identitetit. Të rinjt, domethënë fëmijët tanë e kanë ndërtuar identitetin përmes çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ata nuk mund ta kuptojnë dot shprehjen e tyre, të performancës së tyre. Domethënë performanca e tyre
Pra, në qoftë se marrim Mikin, që është drejtues e emisionit Rreze Dielli. Atëherë performanca jote është që ti u shfaqesh të tjerëve si drejtues e këtij emisioni, si gazetare dhe si drejtues e këtij emisioni. Kurse Gjenerata Z, performanca e tyre ose identiteti i tyre është pikërisht si një shfaqen si një figurë brenda këtij sistemi, më kupton? Dhe jashtë këtij sistemi ti nuk i gjen dot, jashtë këtij sistemi. Më kupton, jashtë këtij kodi, ata nuk na shfaqen asgjë kundi. Prandaj themi që kjo u ndërton edhe identitet, u jep edhe karakteristikat e tyre. Për shembull të përgjigjurit shpejt, të përgjigjurit me ironi dhe ajo që kemi vënë re dhe që unë doja ta theksoja, që ndoshta mund të jetë pjesë edhe e studimeve të mëtejshme, do të ishte që të shikonim edhe përmbajtjen e këtij brezi, që është shumë e rëndësishme, se ky brez përveç anës formale, pra ne kemi studiuar se si e përdorin internetin dhe si përdorin gjuhën shqipe. Komunikimi, por një anë tjetër është edhe kjo se ky brez, çfarë vendi zënë, çfarë vendi kemi lënë ne këtij brezi? Dhe nga vëzhgimet e mia, por edhe të qendrës që ne kemi kryer, vërejmë se ky brez është i përjashtuar nga jeta politike, nga jeta sociale. Domethënë ky brez nuk e ndjen veten pjesë e jetës që ndodh në Shqipëri. Po pjesë të një bote tjetër, siç është ajo një realiteti tjetër. Për shembull, ata nuk janë pjesë e jetës politike, nuk i intereson se kush i fiton zgjedhjet dhe kush i humbet zgjedhjet. Ata nuk janë pjesë e zhvillimeve ekonomike, nuk i intereson a do rriten pensionet apo do rriten pensionet. Ata nuk janë pjesë e jetës, kështu të themi, e jetës ideologjike, sociale. Në këtë kontekst po bëni një paralelizëm me brezat, pra me këtë moshë në një periudhë tjetër kohore, që kanë qenë më të përfshirë në jetën sociale politike. Kanë qenë më të përfshirë dhe pastaj mos harrojmë një gjë që në qoftë se Shqipëria ka një histori të rinjve, është historia e studentëve të dhjetorit, të cilit u angazhuan në manifestime të mëdha politike. Tash duhet kemi parasysh. Sepse atëherë nuk ishte internet, kështu që është interneti epiqendra e gjithçkaje. Ti preke një gjë që e thotë edhe Yuval Noah Harari në librin e tij Nexus, ku flet për rrjetet e informacionit dhe ndikimin e tyre në zhvillimin shoqëror. Luan një rol shumë të madh, po roli i informacionit dhe internetit është i tillë që ai nxit të rinjt apo nxit përdoruesit e tyre për të, si të thuash, për të sensibilizuar edhe për aksione sociale. Për shembull, në Myanmar, në gjenocidin e tmerrshëm që ndodhi atje, rolin kryesor e luajti Facebooku. Po, sepse aty u përhap. Aty u përhap një fake news, sipas të cilit grupi i këtyre muslimanëve që është 6% e popullatës, po kryenin masakra ndaj budistëve, që ishte një fake news, dhe u përhap përmes Facebookut. Algoritmi çfarë bëri? E mori këtë fake news, e përhapi dhe pastaj një budist tjetër hodhi edhe ai një lajm, ai që hodhi këtë, se harroj emrin tash, ai që hodhi lajmin e gënjeshtër që tash jemi në rrezik, kjo bëri që gjithë popullsia të mobilizohej dhe të fillonte ajo masakra që është më e madhe. Pra, e kam fjalën këtu. Nuk bëhet fjalë të jetë kaq shumë kurse Gjenerata Z e jona shumë indiferent. Për fat të keq nuk i përdor platformat sociale për t'u identifikuar si pjesë e një shoqërie, si pjesë e një grupi dhe për t'u angazhuar në problemet sociale. Sepse këto platforma siç është Facebook apo Instagram, ata nuk janë, le themi, më shumë të qastur se sa WhatsAppi, sepse kanë komunikimin virtual, pjesë të përditshmërisë së tyre tek i cili qëndronin 8 orë. Është një minutazh shumë i gjatë. Kjo tregon, ky është problem shumë i madh që duhet marrë në konsiderat dhe që duhet marrë në vështrim nga institucionet shqiptare. Problemi i madh është ky që çfarë duhet bëj shkolla dhe çfarë duhet bëj opinioni publik në mënyrë që ta nxjisë këtë gjenerat që ta përdor internetin apo jo, për të, si të thuash, për të afirmuar personalitetin e saj në shoqëri dhe për të marrë përgjegjësi më shumë edhe për veten e saj. Sepse si mund të shfrytëzohet pikërisht ky studim, kjo broshurë, sepse është e pari këtij lloji që këtë dritë mbi këtë gjenerat nga institucionet publike, nga mediat, nga shkollat. Unë do të kërkoja që lidhur më mirë me këtë brez, sepse nuk po e njohim më këtë brez. Unë do të kërkoja ose do të kisha dëshirë që Ministria e Arsimit të gjente mundësinë që ta, si të thuash, ta shikonte dhe ta përhapte më shumë, ta zgjeronte më shumë, të mblidhte edhe kështu specialistë të tjerë për ta zgjeruar këtë veprimtari. Sepse ne kemi një problem tjetër që diskutuam edhe bashkë përpara se të fillonte emisioni, që është ky. Sot inteligjencia artificiale
është e ardhmja, ose është ajo që do na ndihmoj, po dhe do na rrezikoj shumë. E vërtet. Inteligjencia artificiale operon me të dhënat e marra nga ne. Apo jo, të hedhura në internet. Dhe pastaj një algoritëm i përpunon ato. Po të dhënat e marra nga ne, të dhënat janë hedhur në shtypin, nga shtypi, të marra nga shtypi, nga bibliotekat, nga çdo gjë, ato që hedhim ne që postojmë vetë në gjithë ditën, ai e ka këtë të dhënë. Dhe pastaj krijohet një agent që nuk është njeri, po një agent virtual, i cili mund të na zëvendësojë ne nesër dhe mund të krijojë probleme, mund të jap, për shembull, siç thot prap ky tek Nexus Yuval Noah Harari, që tani ka filluar të zgjidh probleme që ne nuk i zgjidhim dot. Supozojmë ti je përpara kompjuterit, një bankier ose në Wall Street është përpara kompjuterit dhe i kërkon një pyetje, i kërkon jo të zgjidh për bursën apo për të dhënat. Ai ta jep përgjigjen menjëherë, atë gjë që nuk e bën njeriu, po do vi një kohë që ai nuk do të ketë nevojë fare, deri tani jemi tek lidhja njeri kompjuter. Nuk kemi arritur akoma tek lidhja kompjuter që të përjashtohet njeriu. Pra duhet të jetë njeriu në mes. Në mes që të e kuptojë, dhe kjo është element që duhet të vërejmë. Por rreziku është që mund të vijë një ditë që ata nuk do kenë nevojë fare dhe mund të marrin përgjegjësi. Edhe vetë, pra ky agenti virtual mund të marrë përgjegjësi. Tash, çfarë dua të them me këtë? Gjuha që përdoret aty e gjitha është anglishtja apo jo? Po. Gjuha shqipe, sepse çfarë do të bëjmë? Do ta zhdukim shqipen, se ne po kalojmë në ca faza kështu halucinante. Nga njëra anë themi kemi vendin më i vjetër në botë, gjuha shqipe më e vjetra në botë, po ku e kemi këtë gjuhën shqipe sot? Dhe ku do ta kemi këtë nesër? Sepse nesër në këtë vitrinën e madhe, në këtë identitet të ri që po krijojmë të brezi, madhe ku do jetë gjuha shqipe nesër? Ku do jetë gjuha shqipe? Pra në qoftë se ne nuk do jetë e rrezikuar padyshim dhe është e rrezikuar aktualisht. Në qoftë se ne nuk e perfeksionojmë botimet në gjuhën shqipe, gjithçka që shkruhet në gjuhën shqipe, dhe nëse nuk krijojmë identitetet e këtyre të rinjve, që sot identiteti i tyre është përmes internetit dhe përmes në internet është në anglisht, në shkollat që mbizotërojnë dhe ky brez studion kanë gjuhën angleze të parën. Ky është problemi tjetër pastaj e dashur Niki, që problemi tjetër që kemi ne është ne flasim për reformën në arsim dhe harrojmë të themi një gjë që shkollat themelore, ato baziket, në Tiranë, ku është metropoli më i madh, por edhe në qytetet e tjera të mëdha, siç janë Durrësi, siç është Vlora, siç është Korça, nuk e di me sa përqind të them, por paktën jam i sigurt që 30% e tyre nuk janë në shqip. Fëmijët fillojnë të mësojnë në anglisht apo në gjermanisht apo në frëngjisht, nuk e di. Ku do ketë interesin për gjuhën shqipe dhe për si mund të formohet ky i ri nesër si shqiptar? Sepse ai sa futet në shkollë, mëson anglisht, nuk mëson shqip. Mësimi bëhet në anglisht dhe ne quajmë këtë arritje të madhe. Ky është krim, nuk është arritje, është krim. Sepse fillimisht, sepse gjuha krijon identitetin. Gjuha krijon identitetin gjuha shqipe. Të përparuar, por dhe ky fëmijë që rritet me këtë identitetin e anglishtes në kokë, si mund ta dojë këtë vend nesër? Për çfarë arsye do ta dojë? Ne qita atyre e përgatisim që ai nesër të jetë një qytetar i botë, një qytetar i Anglisë, po jo i Shqipërisë. Prandaj reforma, kur themi për reformë të thellë në arsim, mund ta nisim fare thjesht me një vëzhgim të thjeshtë si ky dhe pastaj për të arritur në konkluzione të tjera, por kjo kërkon përfshirjen e elitave të vërteta në vendimarrje. Dua të di sepse pash që përveç se një 60 pyetje dhe mira të rinj që janë intervistuar, doja të dija nëse ka një ndarje me mënyrën se si të rinjt e fshatit e përdorin internetin në krahasim me të rinjt e qytetit, sepse janë marrë të dyja në përbazë në këtë studim apo jo? Kjo është shumë e drejtë kjo pyetje që bët ju. Përgjithsisht kjo diferencë nuk vi herë. Nuk është vënë re. Pse? Sepse është interneti është interneti ai që e dikton performancën dhe jo ata vetë. Pra nëse ti do përdorësh, do futesh në internet, është interneti vetë algoritmi që të detyron ty të modifikohesh. Ti vetë nuk e se çfarë i bën. Se do t'i përshtatesh, pra është një kod që ti nëse pranon që në fillim fare duhet ta shuash identitetin tënd. Vetë ky brez intervistuar, a ndiheshe i bezdisur që po studioheshe? Jo, kishin dëshirë bile që të tregonin, kishin dëshirë që të shfaqeshin, bile ne na befasoi një takim në gjimnazin. Nga që janë pak më të trequr, më të izoluar, më indiferent. Në gjimnazin Ismail Qemali, se kjo është pra fatkeqësi ne njohim shumë pak, nuk merremi me të rinj tanë. Ndaj e përmenda Ilir sepse ky studim duhet t'ju qaset institucioneve, shkollave, mediave patjetër për t'u përhapur që ta njohim më mirë dhe të jemi afër me këtë brez. Tek gjimnazi Ismail Qemali, kur vajtëm ata, ne kishim lajmëruar Teuta që e organizonte takimin atje, kur vetëm ata kishin përgatitur një video, vetë të rinj, kishin përgatitur një video se si e shikonin ata gjeneratën Z, ishte një video shumë e bukur, shumë interesante. Shpresoj të mos e kenë realizuar me anë të ChatGPT-s.
Jo, e kishin realizuar vetë. Jo, se ta jep të mundësi. Jo, ata kishin realizuar vetë, të rinjt, me kalë kishin marrë vesh e kishin realizuar vetë, i kishte tërhequr kjo. Fytësori. Kjo, do më thënë pyetësore, dhe i kishte tërhequr kjo nismë, dhe video ishte shumë interesante për të parë se si e shikonin ata veten e tyre në këtë aferë, të themi kështu, pra të generatat, do më thënë ata dhe interneti, dhe si shikon dhe çfarë, dhe kishin luajtur edhe me pyetjet. Ishin përpjekur të tregonin një identitet të ndryshëm, pak edhe më të angazhuar, por gjithsesi brenda aty kuadrit. Në rëndësishme sigurisht edhe pak familja për të hyrë në pjesë, për ta njohur më afër fëmijën e këtij brezi që i quhet dhe i përket gjeneratës Z, sepse pikërisht kjo largësia pastaj do sjellë probleme të tjera, por a është dhe kjo një thirrje për ta përmbyllur tani për të filluar një traditë të re studimore për brezat, sepse nuk e kemi. Ky është studimi i parë për brezin. Shiko, për brezin e gjeneratës Z. Do më thënë, brezi im quhet brezi boomer, kështu i quajnë në por nuk ka një studim të mirë fillt, për shembull. Nuk ka një studim për t'i parë brezat në Shqipëri sipas shfaqjes ose identitetit që ata kanë në lidhje me kulturën dhe me internetin, ku shfaqen, si mendojmë. Pse? Sepse duhet kesh parasysh një gjë, e dashur Niki, që identiteti ynë shfaqet kur ne performojmë, kur ne luajmë një rol në shoqëri. Të gjithë luajmë një rol. Dhe cili është ai mjet që përdorim apo që na dikton ne më shumë. Për shembull, një gjë që ne mund të studiojmë është pse brezi ynë për shembull janë agresiv, janë konfliktuos, nga ju vjen kjo, dhe pse, dhe çfarë ju ka bërë interneti, se po të bësh re interneti, që është i përmbytur me sharje, me ofendime etj. Cilat kategori e përdorin më shumë këtë? Ka shumë studime, domethënë ka shumë mundësi dhe ka shumë hapësira për të bërë studime dhe për të përcaktuar dhe për të bërë diagnozën kësaj shoqërie, sepse pikërisht, duke studiuar nëse jemi në fund doja ta mbyllja me një thënien e kam pasur të ftuar në ADN një mikun tim që është një studiues shumë i mirë nga Mitrovica, Bujar Meholli, ai ka bërë një studim për pavionin 6 të Çehovit dhe gjen pavionin 6 e gjen shumë aktuale edhe sot dhe thotë që nganjëherë çmenduria mund të përdoret edhe si kur për të shëruar të tjerët. Shumë e bukur dhe e thellë si shprehje. Kështu që ne mund ta përdorim këtë çmendurinë që bërehet në internet si kur, si mjekim për të shëruar gjeneratat e tjera. Dhe për të mos i infektuar ata. Faleminderit shumë. Përgëzime të gjithë ekipit që ka realizuar këtë studim të parë që thash. Toskës dhe të tjerëve që kanë punuar me. Faleminderit shumë për prezencën tuaj në studio, ndërkohë shkëputemi për publicitet, ritakojmë pas pak.